viteve të kaluara, Kërçova ishte një koqire e kolonisë së parë ndërkombëtare të artit figurativ, Omer Kaleshi. Ky eveniment i mlodhi së bashku artistët e njohur nga të gjitha vizet shqiptare në një vend pitoresk që ofron inspirim për krijimtari artistike. Manifestimi që mban emrin e piktorit të madh botror me origjinë nga Kërçova, Omer Kaleshi, ishte një dëshirë e madhe si piktore nga Kërçova dhe një iniciativë që sot u bë realitet fal mbështetjes së piktorëve dhe dashamirëve të artit figurativ në Kërçovë dhe më gjërë, thot organizatorja e këtij manifestimi Lulzime Osmani. Ishte një javë në qafë një mrekulli. Një organizim herë e parë që unë jam ndjerë në fillimisht tepër e kënaqur dhe njëkohësisht edhe e emocionuar. Mirë po doli jashtë pritshmërisë time, ndodhi diçka e bukur që sot e kurorëzoj me një ekspozitë këtu në muzeun e qytetit tonë. Çfarë prezantohet sot këtu në këtë ekspozitë? Në këtë ekspozitë ekspozohen të gjitha veprat që ne kemi krijuar brenda 4 ditëve lart në qafë, dhe gjithë frymëzimi dhe punimet e artistëve janë këtu sonte në këtë ambient. Cilat tema kryqëtojnë këtu në këto punime që vinë nga piktorët e shumt nga Kosova, Shqipëria dhe vend? Faktikisht unë temën va kam lënë të lirë artistëve, çdo kush të prezantohet dhe të frymëzohet. Zakonisht sa i shohim ne këtu janë temat abstrakte, ka diçka edhe reale përzier prapë me abstrakt, mirë po çdo artist pikturoi dhe u frymëzoi ashtu si ai deshi dhe ishën të lirë të sjellin ngjyrat, detajet dhe mënyrën se si ata pan gjithë këtë netje në qafë. Të flas për Omer Kaleshi, unë jam shumë e vogël. Mirë po, do të mundohem ta përshkruaj me 2 fjalë. Jam tepër e lumtur që është kërçovar, që është nga trojet tona dhe kishte një emër aq të famshme me veprimtarinë e tij kaq të frymëzuese në gjithë botën. Unë jam munduar të krijoj diçka që ta kujtojmë, sepse gjithë respekti ka qenë në të gjitha anë mban botës, por ne e kishim harruar se kush është Omer Kaleshi. Prandaj sa lumtur jam, por e ndjej edhe një barë të madhe sepse duhet të organizuar dhe çdo gjë me detaj dhe vetëm siç ai e meriton. Do të thonë prej këtu lindi ideja për organizimin e këtij manifestimi. Unë e kam pasur ëndër të bëj një diçka të tillë, një koloni në Kërçop, sepse të gjithë qytetet e tjerëve shqiptare kanë pasur, vetëm ne se kemi pasur. Mirë po ideja ka qenë gjithmonë Omeri, sepse asgjë nuk kemi në emrin e tij dhe në shenjë respekti se çfarë ka lënë pas edhe si ka krijuar në të gjithë karrierën e tij dhe rrugtimin e tij artistik. Fshati Qafë ishte një burim frymëzimi për krijimtari artistike, ishte një fshat tradicional i mikpritjes për pjesëmarrësit në koloninë kushtuar piktorit me renome ndërkombëtare Omer Kaleshi, vlerësojnë piktorët që morën pjesë në këtë eveniment me përmasa ndërkombëtare. Të nderuar Kërçova, të nderuar mikpritës, ashtu si që jeni ju. Më thonë, ne këto ditë që kemi qenë në Kërçovë, saktësisht në qafë, jemi ndjerë shumë të inspiruar faktisht nga mikpritja juaj, nga motivimi juaj dhe nga organizimi që ka bërë Lulzimja në këtë koloni. Lulzime na falenderoj neve, mirë po ne i falenderojmë Lulzimës, se ne kemi qenë ajo puna teknike që kemi ndihmuar, mirë po gjithë kjo aktivitet dhe gjithë ky organizim që bëhet dhe gjithë ky angazhimi juaj që gjithkohës ju na keni mbështetur në koloninë në qafë, është fal organizimit dhe energjisë që ka Lulzimja për artin dhe kulturën në Kërçovë. Dhe nuk duhet të zjas më shumë, Lulzimës i dëshiroj suksese dhe shumë vite kjo koloni të jetë e gjallë në këtë qytet. Pra të dashur kolegë, të dashur familjar, të dashur artashës, dua të ju falenderoj shumë për prezencën e juaj sot. Në artistat e ngjyrave kemi pak problem të fjalimet, por mendoj se me punët e tona kemi tregu ndjenjen që e kemi gjetë në mesin e juaj, mikpritjen, po për këtë
dhe më thonë është kaktore Lulzimja, që dua ta falenderoj, që kam mbledh artista prej të gjitha trojave shqiptare, ku dhe e ka bashku artin, e ka bashku traditën, ku dhe kjo mua si artisteve që më frymëzoi. Pikturën që unë e realizova në këtë aktivitet, paraqita hyrkën, një veshje të vjetër tradicionale të vendit, e cila me të vërtet është frymëzuese dhe sigurisht që po ta dëshirë të realizoj një pikturë dhe t'ja pushtoj hyrkës që mos të harrohet. I poshtë dhe veshjet e reja, por kjo veshja e vjetër është me të vërtet krevepër është. Kështu që faleminderit gjithëve, krejt kjo ngrohtësi që na ofruat, dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e traditës tonë shqiptare, ku është mikpritja. Ditët që kaluat në fshatin Qa, një fshat pitorek, cilët punime i sollët në këto piktura dhe cila është përmbajtja e këtyre pikturave? Është e pamundur që të mos shprehesh pozitivisht për atë vend të mrekullueshëm, dhe nëse ne kemi pas në një ide tjetër, kur kemi mbrit atje kemi ndryshuar paksa, edhe unë ashtu kam bërë, domethënë e kisha idenë për të bërë një vajzë me gotën e verës, po i shtova dhe elementet e natyrës që na përfshin për çdo ditë, ishte shumë bukur. Një organizim i shkëlqyer nga organizatorja Lulzim Osmani, motivimi i shkëlqyer sepse bëhet fjalë për Omer Kaleshin, edhe ai është një gjeni i artit figurativ për ne shqiptarët, edhe është krenari gjithashtu. Pastaj për të mos lënë pa përmendur mikpritjen e jashtëzakonshme, sepse është një popull i mrekullueshëm, një popull që do gjuhën shqipe në mënyrë të jashtëzakonshme. Mua kjo më ka bërë përshtypje nga të gjithë gjërat e tjera, dhe dua të ndaj falënderimet edhe në emër të artistëve të tjerë. Kjo është një eksperiencë e parë për organizatorët dhe shpresoj që vitet të tjera do ketë patjetër një mbështetje më të madhe dhe një pjesëmarrje më të madhe. Shumë faleminderit. Si e vlerësoni ju këtë organizim kushtuar Omer Kaleshit, fitorit të madh botëror, që fatmirësisht është një organizim nga Kosova? Përshëndetje juve si gazetar, përshëndesim organizatorët, unë si pjesëmarrës i kësaj kolonie, do të përshëndes Lulzimin si organizatore kësaj kolonie, dhe pastaj duhet të përgjigjem pyetjes suaj. Omer Kaleshi meritonte që të kishte emri i tij që mos shuhej, nga që ne si artista personalisht e njihshim atë gjithë, dhe ky organizim dhe kjo aktivitet besoj se nuk do të shuhet, dhe emri i Omer Kaleshit do të vazhdojë të jetojë në qytetin e Kosovës dhe në gjithë trevet e artit shqiptar. Edhe ju keni me siguri krijime, piktura që i realizuar këtu në fshatin Qaf? Ne jemi fotograf dhe kemi realizuar një punim, domethënë në fshatin Qaf, kemi qëndruar disa ditë atje. Por shkak se kemi edhe një organizim tani të ngjashëm në Gostivar, prandaj ja dim vlerën e këtij organizimi, dhe me të vërtetë ky organizim kërkon një përkrahje institucionale, kërkon një përkrahje nga komuna dhe nga gjithë institucionet tjera, se është me të vërtetë vështirë një organizim të tillë. Mirpo, kjo organizim që është bërë tash për herë të parë do të vazhdojë dhe asesi të shuhet. Përshëndetje, unë jam Afrodita Murtaj, vi nga Shqipëria, nga Tirana. Është shumë kënaqësi për ne që jemi këtu në Kërçov për herë të parë. Ishte mikpritje e madhe, vendi ku ndenjëm dhe u akomoduam ishte për ne shumë komod, që të shprehnim artin tonë ato që ne aplikojmë, ishte shumë komod, domethënë arritëm të lirisht që të shprehnim dhe verifikonim ato që ne bëjmë në studio tona zakonisht. Ju falenderoj. Veprat e autorëve që morën pjesë në këtë koloni ndërkombëtare u prezantuan në Muzeun e Kërçovës në një ekspozitë kolektive e cila do të jetë e hapur për vizitorët deri më 26 qershor. Në fund të ceremonisë promovuese të këtyre veprave artistike u ndan edhe mirënjohjet për piktorët pjesëmarrës dhe të gjithë ata që e mbështeten këtë manifestim ndërkombëtar, komunën e Kërçovës dhe donatorët vendor.